Ta ndjekim se çfarë po na thot. Hajde. Nderuari kryetari i Komitetit Olimpik Ismet Krasniqi, ju përshëndes. Desha që përgëzoj për punën që keni bërë dhe duke vazhduar ende si kryetari i Komitetit Olimpik dhe ju uroj suksese edhe në të ardhmen. Dua deshta t'ja rikujtoj takimin e parë që ka ndodhur mes meje teje, ishte në Hungari në vitin 1998 në kupën botërore për të rinj, dhe aty një përshtypje e mirë më ka mbet ndaj teje, ku gjatë ditës ishte në gara me garus, duke garuar e në mramje qëndrojshin mes neve dhe flasin vetëm për sport, të ankohen. Për këtë të falenderoj, është shumë e rëndësi një sportist jetë i përkthejlur me njerëzit si ju. Desha një pyetje së fundit, sipas jush, cili sport olimpik, përveç gjodos, mos flasim se gjodo është në kulm, cili sport olimpik mund të arrijë medalje në lojrat e ardhshme olimpike. Të falenderit për përgjigje e të përshëndes. Falenderojmë Femi Mahallën, trajner kampion karate në Zvicër, 14 herë kampion i Zvicrës, pra një legjend e sportit, pash. Na qëjtë komiteti olimpik. Familja Mahalla është një familje veçantë. Këtë familje janë sportista, këtë janë karatista, prej babës ti, vllaznive, migjallarëve tyre, këtë janë karatista. Një Mahall karatista. Prandaj kanë Para bjerë ka Mahalla. Edhe secili është më i mirë se tjetri. Femia është i veçantë, femia ka kohë sukses shumë të mëdha. E përmendi Hungarin, është një ngjarje shumë interesante, po femia ndoshta e ka harruar, nuk është 1998 apo 99, më njëherë mas luftës. Apo? Ka ndodhur një ngjarje para të parë në Hungari, në mos gabosha Mishkolc të Hungarisë, ku ishim për herë të parë mas luftës. Edhe ishim dikun rreth 30 e diçka garus nga Kosova. Disa shku me autobus, krejt atëherë për Serbi mas luftës nuk më shumë i ra, u do me shku për Bullgari, në Rumëni, me dalë në Hungari atje, që ishte një rrugë ndoshta 24 orë. Ai rast ka qenë i veçantë, sepse mas pare s'kishëm jetë me shku. Unë edhe vllau u aktivizum, edhe i mblodhëm edhe na si kompani disa mjete, 1000 euro, edhe disa shokë tonë, biznesmenat që i cirëm, pa hezitim kontribun, i mbledhëm shumë pareve dhe me ato pare shkum në Hungari, në Mishkolc të Hungarisë. Kur shkum atje, flamuri shqiptar, Kosova. Ishtë një garë, një turnir, normal që nuk ishtë prej Federatës Botërore të Karates, mirë po ishtë turnir që organizojnë të gjithmonë, si tradit ka qenë të organizojnë, ende organizohet ai turnir në Mishkolc të Hungarisë. Kur shkum ne, problem me marrë pjesë, sepse Serbia shka edhe u ankojk atje, nëse Kosova merë pjesë, na dalë me u bo pak halakam, flamuri shqiptar nuk u vendos në... Flamuri Kosovës sishtë, apo? Ja, nuk ishte flamuri Kosovës. Flamuri shqiptar nuk ishte fara aty, edhe shkova unë me bizdu, me ish kryetarin e asaj kohë e Federatën e Karates të Kosovës, zotrin Lexi Rama, edhe me disa tjerë. Unë shkova se disha dhe anglishtën, luft që i kemen aty në zyre, po jo, edhe unë i binda ata hungares që që shjemna që kemi vujt, sa ka të vram, këta na kanë bërë këto masakra, kanë bërë këta, mëse dëshmëroni këtë popë që varë të marrë pjesë, edhe më kujtojtë kër i tha kryetari i Federatës së Karates Hungarisë, Serbit, tha, ti ose re, ose shko, këta kanë marrë pjesë. Ka qenë gëzim shumë i madhë. Edhe më kujtojtë kër i kom marrë flamurin shqiptar, edhe di që aty kom rreziku, po adrenalina qas shumë e madhe, sa që pa ta hyp nalt në ato kapriatat, se atje u do kemi gjitë. Ata i kanë gjitë me kran, me në vend që unë hypa vet atje, edhe në gjitha flamur me disdisit. Krejt sala duar të kriti, sepse u dike që Kosova veç sa ishtë darë për luftës, hala gjakën për rrugë, ishte 99-ta. E freskët,